kryeministrin e vendit, kryetarin e Partisë Socialiste zotin Rama, i cili bashkë me ministren e sipërmarrjes dhe klimën e biznesit Ibrahimaj ndodhen në një kompani që konsiderohet për tyre model zhvillimi i teknologjisë informacionit, ku punohet për Amerikën dhe Evropën me 300 të punësuar në Shqipëri dhe 200 në Kosovë e Maqedoni. Ky grup punon me një nga grupet të mëdha të parkimit në botë, Pay by Phone, 1300 qytete, gjithë Amerikën, në Europë. Ne jemi pothuajse është një pjesë e ekipit, ka edhe nga Kosovë, Maqedoni, por përgjithsisht drejtimi është nga këtu dhe po merremi komplet me rishkrimin e aplikacionit të tyre, miliona përdorues dhe mijëra qytete që punojnë direkt. Qytete dhe me parkime private. Respekt, shumë respekt. Shumë respekt, shumë Përgjithsisht grupet janë të orientuara në projekte që zhvillohen. Ka ndonjëherë kur janë zgjuar të gjëra, ka edhe 2 projekte varësitë. Jam pa fjalë. Jam komplet pa fjalë. Sa të bërë një intro, si të thamë në përpare, kompania është themeluar në 2016. Këtu kemi një pjesë të ekipit të kompanisë. Janë çuna dhe goza të reja, moshta mesatare është 31 vjeç. Unë në fakt zgjodha që të vinim sot këtu sepse besoj që është një nga shembujt më konkret të se si është zhvilluar industria e teknologjisë informacionit në vend. Nëse neve do vinim në një kompani të tillë me një numër të tillë të punësuarish para 10 vjetësh, do i shihnim gjithë të çunat dhe gozat e reja në call center me nga fal kufje, duke bërë thjesht atë telemarketingun dhe do kishin pagën mesatare rreth 300 euro. Sot që flasim të kjo kompani, po dhe ke shumë të tjera, të mira kompani në fakt që janë zhvilluar në vjetëçarën e fundit në teknologjinë e informacionit. Paga mesatare është 2500 euro. Nuk po them as më të vogël as më të madhen, që mos shtoj kompeticionin këtu se sektori i IT-s është kompetitiv, por që bëhet fjalë për një punë shumë mirë të paguar, bëhet fjalë për një kompani që prodhon dije, eksporton, zhvillon talente, dhe besoj që këto janë shembulli më konkret i atyre shifrave që ne me shumë krenari lexojmë kur bëhet fjalë për eksportin e shërbimeve të IT-s, i cili është më shumë se sa 20 fishuar në këtë 10 vjeçarin e fundit. Ne kemi filluar punën kur eksportoheshin 8 milion euro, kur kishte gjithsej 250 biznese në këtë sektor me 1000 punësuar. Dhe sot eksportohen 210 milion euro, janë 4200 biznese në këtë sektor dhe janë gati 18.000 punësuar. Ky është një sektor që ne e kemi nxitur në fakt për së vërtetës, jo vetëm me investimet që ne si qeveri kemi bërë në infrastrukturë digjitale, të cilat kanë dhënë punë për sektorin e IT-s, po jo nxitur edhe në politikë fiskale të lehtësuar. Dhe tani Riteku ka bërë aplikim për të hyrë si pjesë e Duranës, që është një tjetër projekt i ONE për të zhvilluar akoma më tej teknologjinë e informacionit, ekonominë e dijes dhe talentet shqiptare. Dhe një gjë tjetër para se t'ja kaloj fjalën e Aleksandrit, e cili është ndër themeluesit e kompanisë. Këtu kemi përveç kompanisë që punon për grupe shumë të mëdha, kemi edhe 2 persona të cilët janë të punësuar dhe kanë zhvilluar idetë të tyre dhe janë suportuar nga Startup Albania si projekte fituese. Njëri në shërbim të komunitetit, është startupi që quhet Komuniteti, që i shërben qytetit, i shërben administrimit më të mirë të pallateve, një ide shumë interesante, dhe një tjetër që ka të bëjë me një projekt të lidhur me telemedicinën. Pra,
këtu jo vetëm që zhvillohen dhe eksportojnë shërbime, por zhvillohen dhe brenda vetes talentet, sepse në mënyrë që të hapen potenciale të reja edhe për Shqipërinë. Aleksandër. Faleminderit për fjalën, faleminderit zotë kryeministër për. Çfarë vjet gjeti? Unë jam 35. Kam nisur në 26 vjeç. Ka qenë faktikisht një takim në Angli, në Oxford me partnerin tjetër që është kanadez. Unë takuar, unë bëja masterin në Oxford për inxhinieri software, ai ishte në eksplorim talente sepse e kam në stad, më thënë ishte në moshë është pak më i rritur se unë. Dhe vendosëm që diku nga fundi 2016-s unë të kthehesha dhe të tërtonim këtë kompaninë duke qenë se pa një potencial. Ishte dhe një moment shumë i dur në syrin tonë për të filluar për të rekrutuar, se gjithmonë objektivi jonë ka qenë talentet. Pra të rekrutojmë, të rrisim talentet edhe të zgjerohemi në këtë rajon. Dhe normalisht që Shqipëria ishte para edhe për arsye të ambientit, të sigurisë që unë kisha, por edhe sepse unë jam shqiptar, që është e rëndësishme në ajo pjesë. Siç po ju shpjegoja, nisëm me 3 persona në një apartament të afër, blez atë vit ishte bërë një dimër shumë i ftohtë, edhe u grupuam të gjithë në një zyrë aty sepse nuk po ngrohesh. Gjithë 3 metra? Gjithë 3 metra. Grupuam të gjithë. Edhe normalisht si fillimet që janë të vështira, po që edhe duke qëndruar, duke luftuar në atë, pas e kalon një vit, filluam të zhvillohesh. Dhe kemi bërë çdo gjë të fushame në fillim, nuk është e thjeshtë të diskutohet. Pastaj që prej 2019-s çuditërisht ne nuk kemi asnjë sales person, nuk kemi një shitës. Pra gjithë biznesi që na vjen tani, sidomos nga këto grupet e mëdha, është preferim. Dhe kur ky ortak patjetër kishte eksperiencë, kur ky ma tregonte mua më duke habitshme, si ka mundësi që mos të duhet të bësh një shitje. Sepse po të zhvillosh, po të zhvillosh mirë, po të komunikosh dhe po të ekzekutosh atë që zhvillon, vjen vetë. Dhe ashtu ka ndodhur, ne realisht nuk kemi. Shitjen e bëj vetëm unë me atë dhe zakonisht vjen kur vjen një referim, që ne thjesht diskutojmë, kemi bërë këtë, japim referenca dhe kalon. Edhe kështu jemi rritur tani deri në 500 persona. Për momentin jemi në këtë lloj ndarje, më thënë në rajon, shumica janë në Tiranë, gati 300 inxhinierë në Tiranë. 150 i kemi në Kosovë dhe kemi një grup për 50 personash në Shkup tani. Pra gjithë të pjesën e rajonit të zyrat këtu, një pjesë aty janë zyrat Kosovë që zhvendosën tani e bilet si bëri qik gjelovë persona këtu që investuam të parë të Kosovë, ata në kohëshin për ne për para, kështu që në atë standart do vemi edhe më tej edhe në zyrat në Tiranët, dhe mos edhe me Teknoparkun. Ky është plani me Duranë. Kjo është ndarja përgjithsisht e resurseve, jemi gati 500 persona. Kemi një fokus shumë të madh 2 vitet e fundit, më shumë se 2 vitet e fundit, po tani po orientojmë komplet në AI. Gati 20% e xhiros tonë apo projekteve tani janë AI, me planin që vitin tjetër të jemi në 50%. Sepse ka një rrezik, flitet, por ne e pam që kemi kapacitetin, biles disa nga produktet kemi 5 vite që zhvilluam në AI. Dhe normalisht duke investuar në këto aftësi rrugës ti kap nivele të tjera, edhe me rekrutime të reja, po sidomos edhe me persona të brendshme. Dhe këtu përgjithsisht, me thënë shumica edhe persona që janë sa për pyeste djali i shpar, kanë 7-8 vite me neve po habiteri, do të si ka mundësi që vinë. Përgjithsisht ne jemi investuar shumë të njerëzit edhe ka qenë ky fokus i afatgjatë në shumë të sa. Në afat shkurtër. Disa nga klientët tanë të mëdhenj, ka dhe tjerë, po këta i veçoj sepse 2 nga këta do kemi të këtë prezentimi është Mars, që është kompania me madhe e njeve, për cilët kemi bërë atë projektin e portit në Los Angeles. Është Siemensi, për cilën kemi punuar me qytetin e Berlinit që do prezantojmë gjithë aplikacionin e ticketing edhe trenave, 5 milion downloads, dhe kemi shkruar komplet ne do ta prezantojmë gjeni, dhe Virgin Voyages që ishte ai ekipi poshtë, që kemi diku te një vit tani dhe blez nga maj mundet që Richard Branson i vetë na bën një tip kudos për aplikacion, sepse është një nga gjërat më kryesore, është aplikacioni që çdo kush përdor për veten ato procedurat tyre dhe për ato normalisht është investim shumë i madh. Interesante me Virgin është që na shkruajtën te contact forma. Dhe na shkruajtën te contact forma sepse dikush nga investitorët e tyre që ishin bene në kohë në board, i tha kemi dëgjuar për këtë kompaninë Ritech. Dhe në shkruaj contact form dhe unë ato partnerin diskutonin që është spam, apo si kam se unë i përgjigjem dhe ai thotë direkt prende dhe futën gjithë literat
në kohë dhe ne shqinezi po prisim të pyesim kush ishte referenca, derisa në Francë nuk ndodh, nuk ka mundësi me dhjetra mira kompania pa një referencë, po deri aty ka vajtur një grup si Virgini të shkruar te Compact Forma. Ky është produkti me Marson, me Fortin. Kjo është një fotografi reale, po të shikosh djathtas, se foto e madh ka kamera të bardha dhe ka ekran në çdo portë, të cilat i kemi instaluar ne. Qëllimi është që ne të masim produktivitetin pa asnjë lloj buti. Përpara nesh në 2020 tentoi Honeywell, duke vënë butona, në momentin që ka një buton, që ka një input, e pash nuk funksionon, dojën 20 milion për një POC, Proof of Concept. Atëherë, normalisht ne i vajtëm frise dhe ishim kompani e vogël, i thamë hajde bëjmë si një projekt shkencor, deshën disa vite që ne tani të venim në të fat. Po të shikosh poshtë në mes të foto është menaxheri që shikon një ekran që shikon gjithë dyer, dhe ajo që është majtas në set poshtë është ekrani që ata shikojnë për performancë. Kjo është një real feed, nuk është real time feed, është video, matë personat. Shkëputemi për një hapësirë